Me përfundimin e numërimit në rreth 95% të qendrave të votimit, tabloja politike e dal nga zgjedhjet e 11 majit po qartësohet gjithnjë e më shumë. Partia Socialiste ka ruajtur një avantazh ku ka siguruar 82 mandate në rang vendi, duke forcuar pozitat e saj si forcë dominuese në parlamentin e ardhshëm. E dyta rënditet Partia Demokratike dhe aleatët e saj me 52 mandate, ndërkohë skena politike ka njohur dhe surpriza. Partia Social-Demokrate e Tom Doshit ka arritur të sigurojë 3 mandate me mbi 46.000 vota, por surpriza më e madhe është padyshim Shqipëria bëhet e Adriatic Llapajt, e cila me gati 2.000 vota më shumë se PSD-ja, rënditet aktualisht si forca e tretë politike në vend. Një mandat ka siguruar dhe Partia Mundësia e Agron Shehajt me mbi 39.000 vota, ndërsa pret një konfirmim për mandat të dytë. Po Lëvizja Bashke e Arlind Qorit ka hyrë për herë të parë në parlament me një mandat fal mbi 19.000 votave të siguruara. Në krahun tjetër, koalicioni Euroatlantik i Lulizim Bashës ka mbetur jashtë kuvendit, pasi ka arritur të mbledhë vetëm mbi 18.000 vota, pa mundur të fitojë asnjë mandat. Për sa i përket ndarjes së mandateve në qarqe, Partia Socialiste kryesion ndjeshëm në qarqe të mëdha si Tirana, Fieri, Elbasani dhe Durrës, ndërsa në Kukës, Lezhë dhe Shkodër, Partia Demokratike ka arritur të marrë përkohësisht nga një mandat më shumë. Me përfundimin e plotë të numërimit, pritet të konfirmohet zyrtarisht dhe ndarja përfundimtare e mandateve në Kuvendin e Ri të Shqipërisë.